Me gjetë kohë kur të vinë pacient me komuniku me ta. Është shumë e rëndësishme me gjetë kohë me komuniku me ta. Kur të them me gjetë kohë, tashti po e kom parasysh nëse bojmë krahasimi në mes të kujdesit primar shëndetësor dhe neve, ata janë shumë atë ngarku nëse e marrim 24 orëshin, normalisht. Po lejoni të ceki që në biseda me disa mjekë të ri më ka pëlqy që kanë mri me e inkorporu ekzaminimin e pacientit. Anamnezën, njëjtën kohë, do më thonë komunikimin, edukimin e pacientit, do më thonë duke bo ekzaminimin, edhe të e bo anamnezën. Qështu është, duash me e ditë, njëjtën kohë, se minutajën e kanë shumë, fatkeqësisht e kanë shumë të kufizuar, edhe duhen nga njerë shumë ma shpejt që mos milon me prit pacientat e tjerë. E ky lloj qysh ata e kishin bo, do më thënë që më ka rastis rishtazim e bisedu me ta, më ka pëlqy për shkak se mjekët janë të interesu me eduku pacientin. Edhe, po edhe ata ndoshta që nga njëre, po e them kushtimisht, si ka nervat, lodhja edhe këta, është mirë që nga njëherë me uvnu në pozitë të pacientit, për shkak se secili pacient kur të vjen tek ti, në qoftë edhe nëse janë simptoma psikosomatike, tenton me gjetë një mbështetje, një lloj empatie. Edhe nëse ti ja mbyll derën pacientit, atëherë i bjen si një farë lloj shkatrimi, ai më nuk ka te kush me u mbështet. Kështu që komunikimi është në një. Sado që e kemi kohën të kufizuar, të paktën 1 minutë kohë me ja kushtu pacientit për me i përshkru, me eduku, tash masi po foli për antibiotik. Rreth antibiotikëve është e mjaftueshme për ty.